Në tregjet dhe supermarketet e vendit, konsumatorët theksojnë se çmimet e produkteve bazë ushqimore janë rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara. Shporta minimale sipas tyre tashmë kërkojnë një pjesë dukshme më të madhe të të ardhurave mujore, ndërsa pagat në shumë sektor kanë mbetur pothuajse të pandryshuara. Rritja e tarifave të energjisë elektrike dhe kostos së ngrohjes ka shtuar më tej barën financiare. Familjet me të ardhura mesatare dhe të ulta theksojnë se shpenzimet për energji gjatë muajve të dimrit zënë një pjesë disproporcionale të buxhetit, duke lënë më pak hapësirë për nevojat të tjera elementare. Shiqoni, unë që them drejtën e shoh se pak është ka dalë për kontrole, në përgjithësi. Kjo është punë e shtetit. Shteti sikur nuk kanë gjendje t'i bëjë punët e vetë. Tash popullata e shkret çat bëjë, rrogat janë tet, ulta. Këso rroga nuk ka as në Afrikë. Merrem me jashtim, e dishme se të marrëm pak më realisht. Unë mendoj se shteti do të reagoje të merë në kontrol të çështjet pa i dalë për kontrolli edhe populli, se populli një ditë do plasë. Të dalë për kontrolli, po i lutem adish që këto njerëz jo vetëm t'i marrën pozitat, flasin për gjanat kota, a nuk mirën me atë që populli i ka zgjedhë. Populli i ka zgjedhë për ti realizohu punët e veta. Që kjo është mendimi jem, duhet të kenë kontrol mbi çmimet, se po nuk kanë kontrol, po të vazhdojë kështu, do ketë kaos që nuk do t'i dalën në kraj ma vonë. Kjo është mesazhi jem për të them për kryesin, për udhëheqësin, për qeverinë. Qeveria duhet të merë pjesë sa më parë të zgjedhë këtë problem, se popullit kur e shef se nuk ka kontrol bën si di vetë. Për njerëzit është shumë vështirë, është për disa nuk e marrin vesh, disa që kanë pensionet t'jashme. Ne që jetojmë këto me ndingje, pak e kina vështirë e kina. Se di vella, unë asë që di se ka hipë, se unë nuk jam ekonomist në shtëpi. Ma bin hazër, e ha, super, faleminderit, kur dhe shërë, mas 3 ditë u pekan provë, po shiqir gjali punon, fiton, edhe bie, po e mendoj të njerë që si punon gjali, si punon kërkundi, ai si ku e merë, si e merë. A e ha dhe njerë, a heq. Ndërkohë qytetarët apelojnë për masa konkrete që do të stabilizonin çmimet dhe do të lehtësonin barën financiare, duke theksuar se me ritmin aktual të rritjes së kostos së jetesës, përballimi i shpenzimeve bazë po bëhet gjithnjë më sfidues. Them drejtën, për këtë punë nuk ka koment. Ne shohim se çdo ditë kriza është u thellu, ki popull vuan, po nuk ka edhe kush i del zot. Sindikata, organizata jo qeveritare janë në gjumë, se kriza ekonomike ka kapluar shoqërinë në çdo aspekt. Jo përmend ushqimi, po se bëhet një për rima. Që janë difishuar, fakturat e rimave janë difishuar. Kjo total, kjo turp i madh. Unë kam rast të kam një lokal të vogël, 6.000 mune 11, 12.000 mune 12. I njëti lokal, i njëta ngroje, më thanë këto është me do të problem. Kjo është një problem i gjithë shoqërisë, jo vetëm i neve, që më shkojnë atë aspekt mendoj korruptive, po dhe më thanë është aspekt shtetënor, mendoj problem shtetënor, populli vuan, me vërtet vuan, se kam raste, vinë për 500 dinar, vinë buri madh për shumë, ti merë dhe se një këthen, edhe nuk del parë. Pa što da preporashamo, da se zaangazhira da bide po jeftino da. Çka t'ju porosis, duhet të angazhohen që të jenë më lirë, të shtypin aty ku duhet, te tregtarët ose kudo që duhet, që të mundemi të mbijetojmë me këto çmime. Ka pensionist dhe njerëz me paga më të vogla. Çka do të bëjnë ato? Një tjetër faktor që po ndikon drejt për drejt në kostin e jetesës është shtrejtimi i derivateve të naftës. Rritja e çmimeve të karburanteve ka reflektuar jo vetëm në transport, por edhe në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve, duke krijuar efekt zinxhiror në të gjithë ekonominë. Qytetarët shprehen se çdo rritje e çmimit të naftës përkthehet menjëherë në shtrejtim të produkteve bazë. Ekspertët ekonomik vlerësojnë se inflacioni i lartë i nxitur nga faktorë të jashtëm si kriza energjetike dhe paqëndrueshmëria në tregjet ndërkombëtare, por reflektohet drejt për drejt në ekonomitë e vogla dhe të varura nga importi. Në këtë kontekst kërkohet ndërhyrje më e theksuar institucionale për të mbrojtur standardin jetësor të qytetarëve dhe për të amortizuar goditjet e tregut.